Mirë, është momenti për të bërë një bisedë pak ndryshe. Pse? Sepse ishte një video e cila patjetër ne na bëri përshtypje, një video e shpëtimit, për ne sigurisht është një video e jashtëzakonshme, po ndoshta për ta është një proces pune i zakonshëm. A do duhet unë që ta prezantoj? Unë sigurisht do duhet që ta prezantoj Olgertin, po ai e ka direkt këtu në gjoksin e tij të shkruar, Olgert Hysa. Mirë se vjen. Është edhe pilot apo jo në forcat e armatosura, forcat e shpëtimit, Olger? Forcat armatosura, forcat e armatosura. Në fakt, kjo ka qenë video, dua që ta shohim pak video, se kjo ishte shumë interesante. Kjo ishte video e shpëtimit të një personi i cili e kishte pickuar apo kafshuar gjarpri, sepse kështu ka thënë edhe eksperti, është kafshim, nuk është pickim, është kafshimi i gjarprit. Bëhet fjalë për Qamil Nishevçin, i cili është shpëtuar pikërisht pas telefonatës mbas kafshimit të gjarprit. Ky ka qenë procesi i parë, në momentin ku ai është vendosur është mbështjell mirë për ta dërguar me helikopter drejt qendrës spitalore, apo drejt urgjencës, apo drejt spitalit. Një proces që për fatin e mirë kanë kapur edhe kamerat për treguar që bëhet një punë e jashtëzakonshme edhe nga grupi i forcave në një ndërhyrje të tillë, pamjet të mrekullueshme të malit, po edhe të grupit tonë të shpëtimit, edhe në fakt dallohet edhe mjekët të cilët po japin ndihmën e tyre të parë për të shpëtuar një person. Okej, këtu jepet edhe okej. Olgert, ti je aty duke pilotuar helikopterin? Po. Ishte ky momenti që ti dhe okej e çdo gjë. Më thuaj pak, si ishte, për ty është një proces pune apo jo? Patjetër. Sa i vështirë ishte shpëtimi i personit në fjalë që ishte pickuar në këtë zonë, dhe sa e vështirë është zona për të pilotuar një helikopter aty rreth rrotës? Atëherë, për ne është një rutinë gatishmërie, që kemi gatishmëri nga ana shëndetësore dhe forcat armatosura. Fillimisht erdhi lajmi i shëndetësisë për të evakuar një person i cili kishte kafshuar gjarpri, por pas njoftimeve të marra dhe analizimi i zonës, thanë që ndërhyrja me helikopterin e shëndetësisë nuk ishte e mundur. Edhe kështu që kërkuan një helikopter. Se kërkoi që të ishte një ekspertizë më e madhe? Helikopteri i shëndetësisë është helikopter i cili ka pajisje mjekësore brenda. Dërsa helikopteri Cougar, që ne kemi, nuk i ka të inkorporuara plotësisht siç është helikopteri i shëndetësisë. Por helikopteri Cougar kryen disa misione, të cilat ndër këto ishte edhe kjo kërkim shpëtimi dhe evakuimi i personit me vinç. Dhe evakuimi i personit me vinç. Zona në cilën është shpëtuar personi, si quhet? Në cilën zonë? Në zona e Lekbibaj është. Në zonën e Lekbibaj. Njihet si një zonë e thellë, zona e thellë, e tepisur. Edhe e tepisur. Është e vështirë të mbash ekuilibrin aty në helikopterit në një zonë të tillë për të shpëtuar dikë? Vështirësitë veta ka, se ndikojnë kushtet atmosferike, ndikojnë shikueshmëria, orientimi, janë të ndryshme. Kam një pyetje, personi ka telefonuar pra në atë zonë, ka patur valë, ka telefonuar... Nuk e di si ka funksionuar nga ai, por fillimisht atje ka shkuar një ekip kërkim shpëtimi i cili është vullnetar, cilët i përgëzoj, sepse kanë vajtur shumë shpejt dhe i kanë dhënë ndihmën e parë shumë shpejt. Pas kësaj ka ardhur njoftimi tek ne. Më pas kemi përgatitur helikopterin duke e përshtatur për të dhoj misioni. Dhe bas marrjes urdhrit jemi nisur drejtim Lekbibaj. Sa kohë të është dashur për të shkuar deri në Lekbibaj? Se ne me makina duhet shumë, po ti me helikopter. Deri në Lekbibaj afërsisht do 35-40 minuta varet nga kushtet atmosferike. Vërtet, kaq shpejt bëhet me helikopter? Po. Deri në Lekbibaj? Si është sot gjendja e Qamilit? Ti nuk je mjeku, po besoj ke pyetur një informacion është stabil, është duke u rekuperuar, por sepse kafshimi i gjarprit neutralizon nervat dhe si duket mund të ketë dhimbje gjëra.
E qartë, janë këto Por është proceset duke e u rekuperimit rekuperuar. që Po. e kuptoj këtë fazat. Ku e kishte piskuar Olger Gjergj? Në dorën e djathtë, më duket. Në dorën e djathtë. Okej. Mosha, si ishte mosha e tij? Nuk mund ta ishte moshë e madhe, Ishte mbi moshë e 50 vjeç. Ishte hera e parë Olger që ti shpëtoje dikë? Jo, kam kryer dhe misione tjera. Ke kryer dhe misione tjera? Po, ka vështirësi. Ka vështirësi? Ka patjetër. Më thuaj një mision që të ka mbetur ty në mendje ndoshta edhe mision shpëtimi. Përveç këtij ka qenë edhe evakuimi një personi, një turiste polake, mos gaboj, në zonën e Thethit dhe të Valbonës, cilën kalojnë të qafën. Në kalimin e... Po. Ka qenë një ditë e ftohtë, kanë qenë ditë të ftohta, e mban mend? Ditë dimri kanë qenë. Në mos gaboj ka qenë rasti i turistes e cila qëndroi për disa ditë në kërkim për të shpëtuar, nuk e mban mend. Të mbushin rastet e shpëtimit? Patjetër. Kur kemi misione pozitive, cilat kryen me sukses, që gjithmonë kemi kënaqësi kur i kryen me sukses. Kryen gjithmonë me sukses. Cila është procesi më i bukur i punës tënde? Po, procesi i bukur fillon që nga përgatitja e mjetit deri në përfundimin e saj, është i bukur. Si është një fluturim, edhe pse mund ta kesh kryer përsëri, të njëjtë, ato ndryshojnë. Kjo është e bukura. Gjithmonë ka adrenalin. Ka gjithmonë adrenalin edhe tek ju. Janë njerëzit kurioz kur e din Olger që ti je pilot helikopteri tek forcat e armatosura? Besoj se po. Besoj se po. Flas edhe në përditshmëri, të pyesin, ndoshta dikush që mund të takoj për herë të parë. Pyesin. Janë shumë kurioz. Po, pyesin si ngrihet, si ngrihet helikopteri, si çfarë motorash kanë, karburanti e tjerë. Me që jemi të ky plani i shpëtimit, edhe po shohim edhe videon paralelisht, pyetja e fundit nuk do të mbaj më shumë, se unë e di që ju si jeni njerëz që jeni të mësuar shumë me televizionin. Cili është momenti më i vështirë gjatë shpëtimit tënd, pra gjatë shpëtimit të Qamilit në këtë proces? Momenti më i vështirë edhe për ty si pilot. Cila është momenti më i vështirë një piloti në dhënien e helikopterit? Momenti më i vështirë është për pacientin. Sepse mund të ketë pacient që cilët mund të kenë fobi, mjetët ajrore. Në fakt e harrova këtë, e mora të mirëqen që të gjithë... Ka ndodhur që kemi shkuar për mision kërkim shpëtimi dhe përfundimisht nuk e evakuam për arsye se nuk donte pacienti. Sepse ka frikë nga të jetë në lartësi. Kishte frikë, ndoshta. Po era ndikon tek dhënia Patjetër shumë. E një avioni? Shumë ndikon. Që nga vajtja në një pikë, edhe në qëndrimin në varje, siç themi, në pezun mbi tokë. Fluturon çdo ditë ti Olger, apo varet nga ditët? Varet nga ditët, ka ditë që fluturojmë, ka ditë që përgatitemi. Ka dhe ditë pra që nuk je në ajër, po je në tokë. Po duhet të ruajmë edhe, si ta thosh, normal. Sa vite të bë që je pilot? Që në 2005-ën, 20 vjetë. 20 vjetë që ti i hyp helikopterit? Është vetëm për helikopterin, apo se unë nuk e di se si janë këto patentat? Po, vetëm helikopter. Vetëm për helikopterin, është një mjet që e ke ndërruar gjithmonë? Po, kam për ta pilotuar? Po. E ke patur ëndër tënde, në? Patjetër. E bukur. Do t'ja sugjeroje dikujt që do donte të bëj pilot helikopteri? Kush ka mundësi të aplikojë për të bashkuar forcave ajrore dhe pse jo për pilot ose teknik. Për pilot ose teknik, Patjetër. Është një profesion i bukur. Shumë të bukur. Mirë, të falenderoj shumë, Olger. Kaq e shkurtër ishte intervista që do bënim bashkë. U shpëtua Olgerti bashkë me gjithë grupën e forcës armatosur, por jo vetëm, kanë shpëtuar Qamilin, i cili ishte pickuar nga gjarpri. Ka qenë një rast i suksesshëm, një rast i cili në fundjavë solli një lloj lumturie, buzëqeshje, po ndërkohë tregon patjetër edhe vlerësimin që ne duhet kemi për forcat e armatosura, se gjithmonë në situata të vështira kërkohet ndihma e tyre dhe ata janë aty prezent, po shumë rrallë i intervistojmë. Edhe sepse ata kanë atë misticizmin e tyre, jo gjithmonë lejohen që dalin edhe të flasin.